diaspora mos t'i shken vaj halli për neve, nuk guxoj me anashkalu as me harru tamam puna. Po, tash ti... A po shkon heqa, ose që Po, si mos me shku, i kom prindrit, i kom vlaun e motrën me familjet e tyne. E kjo ajrin atje të pastër. Po, si që prezentove. Mirë, shkoj shpesh në Malsi, tamam puna, nuk guxoj me anashkalu as me harru tamam puna. Bile unë kur kom dalë këtu në studime, kom dalë totalisht pa plan për me jetu o këtu. Por adin jeta ti qoj ke do gjona shumë interesante edhe që bile pa plan me ta në Kosovë, me ta në vend shumë të mirë, në vendin tem natyrisht, po shkojnë Malsi qpesh. Adin si jemi na malsorët atje, nëse shumë lidhësh për një vend tjetër, prit të zot me bo me pas gruan prej vendit tjetër, a jemi si kur unë që e kom prej Kosovë, a gruja po të manë në Kosovë. Me njerë vjen bytja, për shka grus. Po shkoj si, po shkoj shpesh. Unë besa zotit e kom si sot si nesër plan me u këthy atje, por o zërë shnor s'po i dhije. A, dhe më thonë, ki plane në të ardhmen, që thonë pleshnin me e kalu në... Ju marë me mujtë para plesnijet. A dhe ma herë da? Po me mujtë, mirë i shken. A dinë se në jemi vend i vogël, rajon i vogël. Largimi i gjdo ku i gati personalisht, e lema familjarisht nëse largohet dikush vrehet shumë. E qka pëndohet? E po në vrehet këtu në Kosovë që është numër i madh dhe lema ati djallë. Qka pëndohet për saksisht me vendin bashku ke jetu aty? Unë kam jetu në Podgoricë, nuk kam jetu në Tuzë. Jam generata e 2 që jam rritë në Podgoricë dhe babaj është rritë aty. Mirë po, Podgorica është shumë afër Tuzit, Tuzi është qendra e kësaj pjeset Malsisë madhe që është nën Malzi, një 8 kilometra i ka kështu që shumë afër edhe jemi ruajt kështu. Kemi pas lidhet e forta me Malsin. Tashti Malsia e madhe, kjo pjesa që është në rrethinën e Tuzit, se Malsi merret edhe plava e Gusia, që i kemi kogja larg territorialisht, po pjesë e Malsis janë, me rrethin, por pjesa rrethi i Tuzit, jemi shkëput prej komunës Podgoricës, me nëzi dikur, po me përpjekje të mëdha me sakrifica besa të mëdha edhe të shqiptarëve tonë aty, po sidomos diasporës, edhe që 1-2-3 mandate fitojnë aty partit tona, unë s'merrem me politikë, veç për spjegoj shkurt, një koalicion ashtu i përgjithshëm i partive tona nacionale edhe sinqerisht me të thonë, nëse kur gjanë tjetër ka ndrrua disi disponimi aty edhe kur po vinë, bashkëdhetarët tonë, kryesisht prej Amerike, ndryshe bre po ja ushe disi buzëqeshje në krejtë. Lema që po zhvillohet normal, se këta normal që po punojnë me zemër për vendin e vetë. Po, a janë që investojnë sigurse në Kosovë që është investojnë prej diasporës? Po, sigurisht. Nuk e kanë lonë anash në aspektin... Ata besas në kanë lonë anash kur, dhe atër kur nuk ishim komunën vete, kur qeveriste me neve tjetër kush, por gjithmonë diaspora mos t'i shken vaj halli për neve. Plus e keni pas me... Po, e keni pas me dolarër. Po, bravo, po, investojnë me të madhe, edhe Kosova ka njës me investu, janë hap 2 fabrikat Kosovës në Tuzë. Flas prej nga koha që jemi pavarësua si komunë, se në kemi njës me ecë kadal për para. Do më thonë, aty po bëhet një lidhje, shumë e mirë. Po, e kemi fatin, jemi shumë afër shtetit shqiptar, aty veç 12 kilometra është kalimi kufitar hani i Hotit, tregtia, gjanat, marrëdhëniet e mira që i kemi pas shkëputuna për një copë kohë shumë të gjatë prej regjimeve anej kënej edhe ta shqyqyr zotit, po gjallon të dy anë.